Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, së bashku me Khalid Abdullah nga Katari, kanë vënë gur themelin e xhamisë së re në fshatin Nekodim të Ferizajt. Miftiu Naim Tërnava tha se Bashkia Islame e Kosovës do të bëjë gjithçka çfarë mundet që të ndërtojë edhe xhamitë të tjera për të përmbushur kërkesat e besimtarëve. Miftiu Tërnava falenderoi vullnetmirët nga vendi, diaspora dhe shtetet mike që po janë pranë besimtarëve të Kosovës. Bashkia Islame e Kosovës ka qenë është dhe do tjetë gjithherë interesuar që të shtoj edhe më aq sa ka mundësi ndërtimin e xhamive anë kënd Republikës tonë. Mirë po jo vetëm në Republikën e tonë. Ne kemi ndërtuar ca xhami edhe në Shqipëri e vende tjera. Ky xhamat ka që mirë. Këta njerëz ka të mirë anë kënd Republikës tonë. Janë ata të cilët kanë dalë nga kafshate atyre në ndërtimin e xhamive të shumta. Por nuk guxojmë të harrojmë dhe nuk do të ishim të drejtë, sikur të mos falenderojmë vëllezërit tanë, të cilët na kanë ndihmuar në ngritje e infrastrukturës Bashkisë Islame, në ndërtimin e xhamive, në ndërtimin e shtëpive, në ndërtimin e shkollave, në ndërtimin e spitaleve, ambulancave, qendrave rehabilituese, në ushqim, veshmbathje, kështu me radhë. Një prej atyre shteteve mike që s'ka nguru asnjëherë është edhe shteti i Katarit. Në anën tjetër, përfaqësuesi i Katarit Khalid Abdullah falenderoi Bashkinë Islame të Kosovës për bashkëpunimin, duke u shprehur i lumtur që ka arritur të jetë pjesë e këtij projekti. Sot unë jam i lumtur që gjendem në mesin tuaj, me rastin e vënies së gurthemelit të kësaj xhamie. Shprehu dëshirën time të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar këtu dhe veçanërisht falenderoj Bashkinë Islame të Kosovës, e cila gjithmonë është e gatshme për të bashkëpunuar. Ju përcjelli falenderimet dhe selamet nga shteti i Katarit me këtë dhuratë modeste. Më të lumturit për ndërtimin e xhamisë shprehen besimtarët e fshatit Nekodim. Përshëndes shtetin e Katarit që e mundsoi në këtë vend që ne nuk patëm mundësi ta ngritim këtë objekt, po me ndihmën e këtyne ne do ta gëzojmë këtë objekt. Ju faleminderit shumë. Allahu ju shpërbleft edhe ju shpërbleft deri në ditën e fundit të kësaj bote. Faleminderit shumë. Bashkia Islame e Kosovës, në bazë të mundësive të saj, çdo herë përpiqet të krijojë infrastrukturë të përshtatshme të gjithë besimtarëve anë kënd Kosovës, por edhe më gjerë.